Çka do të thuash, je i zhgënjym përgjithësi me Kosovën që nuk është duke punuar atë sa duhet? Për mërgim, unë e flas në emër të mërgjimtarëve shumë pak. Nuk jam unë i kënaqur shumë. I zhgënjur ma shumë se i kënaqur. Sipas mendimit tim. Cili është zhgënjimi tjetër që e ke nga Kosova? Pyetje shumë e vend. Zhgënjime për shembull në medicinë. Kam shkuar me vizituar një koleg timin me një emergjencë. Në hyrje të emergjencës ishin 3 pacientë. Në katin e dytë ishin të psikikisht që janë të semur. Psikiatri, lloj psikiatrie. Do të thotë, nuk kish kontroll aty, ai vjen pin dytit kat, vjen poshtë mund me sulmu. Nuk, do më thonë, u dëshprova shumë.